bashkuar me një dëshirë, një qëllim. Të gjitha tjekën ëmbëltuar, të lidhin besën për shpëtim. Prej lufteve që i largohet, që është lindur gradëtor. Kush është burrë nuk frikohet, por vdesin një dëshmor. Kush është burrë nuk frikohet, por vdesin një dëshmor. Përshëndetje dhe kënaqësi që sot të gjithë së bashku në këtë mbrëmje të kujtojmë këtë ditë të madhe historike për adeun tonë, për Shqipërinë. Është aq më shumë kuptim plote kur kjo festohet në këtë teqe historike të Baba Rexhepit, që për më shumë se 75 vjet ka qenë dhe ngelet jo vetëm simboli fetar i bekteşizmit, por dhe qendra shqiptare në Amerikë, Kanada dhe Australi. Le t'i lutemi të madhi Zot që të na bekoj Shqipërinë dhe shqiptarët kudo që janë, t'i ruaj mërgatën tonë kudo që janë. Kërkojmë mbrojtje nga drita e të madhit Zot, nga bujaria e Tija, i cili me bujarinë e Tij ndriçon qiejt dhe tokën, që të largojë errësirat dhe rregullon çdo gjë. Ndriçoj dhe përmirësoj gjendjen e kombit tonë të dashur. Bëj adeun tonë Shqipërinë shpresë për ata që janë aty dhe krenari për ne në mërgim. O Zot, bashkoj zemrat tona rreth vatrës së madhe shqiptare, që të gjithë si bi dhe bija të një gjaku të festojmë kudo që jemi. O Zot, të falenderojmë për gjithë mirësitë që na bëre shqiptar, të lavdërojmë ty Shqip. O Zoti ynë, shtona e mos na pakso, jepna nder e mos na poshtro, jepna e mos na privo, jepna përparësi e mos jep përparësi armikut mbi ne, jepna gëzim të gëzohu nga ne. O Zoti ynë, bekoje kombin ton dhe të gjithë ata që ndodhen këtu në të sallë, jepu shëndet, e gati e përparësi. Zoti madh, bekoje tokën, ujin dhe bukën e Amerikës, që është adeu i dytë për të gjithë ne. Amin. Zoti ju ruaj të gjithëve, ne do të kemi një mbrëmje të këndshme, le ti mundohemi t'ja përcjellim fëmijëve tanë dashurinë për adeun, vlerat tona të bukura, të flasim mirë për njëri tjetrin, sepse neve vetëm njëri tjetrin kemi këtu. Zoti ju ruaj juve, familjet tuaja. Të nderuar pjesëmarrës musafir, vëllezër dhe motra, më lejoni që në emrin tim personal dhe në emër të shoqërisë muslimane shqiptare-amerikane të Detroitit, ju përshëndes dhe uroj këtë datë kaq të rëndësishme, apo data më e rëndësishme për kombin tonë, ditëlindja e shtetit tonë, i cili me 28 nëntor 1912 u shpall nga baba i kombit Ismail Qemali, po që fatkeqësisht mas një kohë shkurt ajo Shqipëri cilën e shpallë Ismail Qemali u coptu në shumë shtete tjera. E lutim të madhin Zot që Shqipëria e Ismail Qemalit të bëhet realitet dhe trojet shqiptare cilat ju morën shtetë shqiptar të bashkohen dhe të festojmë, të kemi një datë në cilën do të mbledhemi sikur jemi mbledhur sot dhe të festojmë bashkimin e Shqipërisë tonë natyrale. Zoti ju bekoft ju gjithëve, Zoti e bekoft shtetin shqiptar, Shqipërinë natyrale, Zoti e bekoft Amerikën në ligjet e cilës ne sot festojmë dhe praktikojmë traditat, fen dhe gjithçka që është jona. Zoti ju bekoft gjithëve.
28 nëntori është më shumë se një datë në kalendar. Është festa që i bashkon shqiptarët kudo në botë. Në këtë ditë, dallimet gjeografike, fetare, kulturore zbehen përballë një ndjenje të përbashkët krenarie dhe identiteti kombëtar. Flamuri valvitet jo vetëm mbi ndërtesa, po mbi zemrat e çdo shqiptari, duke kujtuar sakrificat, ëndrat, betimin për liri të parëve tanë. Është një moment reflektimi, por edhe gëzimi që bashkon breza dhe gjenerata, duke treguar se shqiptarët, pavarësisht ku jetojnë, janë gjithmonë pjesë e një kombi të pandar. Ky është momenti kur Shqipëria u bë realitet. Për krah Ismail Qemalit ishin Lujq Kurakuqi, Prem Bib Dota, Mehmet Konica, Eqrem Bej Vlora, Dimitër Berati, Nikol Kaçori, Sotir Koleja, Lef Nosi, dhe me krenari do të them se nënshkruesi i pavarësisht ishte edhe njëri prej trungut familjes time, Thanas Floqi, vëllai Kristof Floqit, një nga themeluesit e Vatrës e të tjerë, të gjithë pjesë të qeverisë së parë. Ata mbanin unitetin mes feve dhe krajinave, ku besoi se ardhmja e Shqipërisë do vendoset nga fuqitë e mëdha dhe konferencat kombëtare, për të treguar se liria kërkon sakrifica dhe vendosmëri. Megjithatë, shqiptarët nuk u trembën. Mbështetja morale e diasporës dhe Shteteve të Bashkuara përmes presidentit Wilson e shpëtoi vendin tonë nga coptimi dhe hapi rrugën drejt njohjes së pavarësisë. Udhimi drejt pavarësisë nuk ishte rastësor. Ai ishte frymëzuar nga kryengritjet të mëdha shqiptare, që kishin ndezur shpresën në çdo cep të vendit. Kryengritja e Malësisë së Madhe e vitit 1911 në ndërtimin e Det Qolulit. Malësorët ngritën armët kundër pushtimit dhe ruajtën traditat e tyre. Kryengritja e Shkupit në janarin e vitit 1912, kryengritja e Vlorës e vitit 1910-1912, që shërbeu si model organizimi dhe uniteti, duke treguar se shqiptarët mund të mobilizohen për kauzën kombëtare. Thuhet se Qamil Pasha i dërgoi Ismail Qemalit një telegram më 9 dhjetor 1912, duke shprehur habin dhe brengën e tij për shpalljen e saj dhe propozoi një zgjidhje autonomie që Shqipëria të ishte autonome në një princ Osman. Megjithatë, Ismail Qemali refuzoi këtë propozim autonomie sepse tashmë pavarësia ishte shpallur. Flamuri i ngritur mbi Vlorë ishte flamuri i përbashkët i aspiratave për liri dhe bashkim. Në Kosovë, flamuri do ngrihej me 28 nëntor 1197 si shenjë e luftës shkrimtare dhe sakrificës Adem Jasharit dhe të shumë të tjerëve. Në mbështetjen morale dhe praktike të Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të tjerë, shqiptarët arritën të ruanin unitetin dhe lirinë. Ta ruajmë këtë zjarr të ndezur në zemrat tona, të çojmë përpara pasionin dhe krenarinë e të parëve tanë, e të punojmë për një të ardhme ku Shqipëria dhe shqiptarët do të jenë gjithmonë të lirë, të bashkuar e krenar. Gëzuar 28 nëntorin. I have a special tribute from the state of Michigan that I deliver on behalf of the Michigan House of Representatives and also the governor as well, which we have her signature on here, and several of the state representatives from this area, from Taylor, being Jamie Thompson and Jim DeSanta. We also have the Lieutenant Governor's signature on here as well. And I'll just read a little bit from the tribute just to give everybody an idea of what it says. The last two paragraphs. Michigan is proud to be the home of one of the largest Albanian American communities in the country. Albanian Americans have greatly enriched our state through hard work, strong faith, and active civic engagement. They are business owners, educators, professionals, and public servants who contribute to the strength and vitality of our communities. Their traditions continue to build lasting bonds and add to the rich diversity of our state. In special tribute, therefore, this document is signed to commemorate the 113th anniversary of the Albanian Independence Day and celebrate our shared values of liberty, democracy, and the pursuit of a better future. On this Albanian Independence Day, we honor the legacy of those who fought for freedom 113 years ago to celebrate the generations that carry this legacy forward here in Michigan.
A few weeks ago, on the 12th of November, we had a very special day in Lansing where we had representatives from different communities from the Albanian American community. We met with the governor, the Speaker of the House, Matt Hall, and multiple state representatives. And it was a pleasure to learn how we could work together and how we could help better serve the Albanian American community. So, my pleasure to pass this tribute along. Zoti për do,